Me hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, do të lexojmë nga Dhjata e Vjetër, nga libri i dytë i mbretërve, kapitulli i 6 dhe paragrafi 8. Sirët goditen nga verbëria, është libri i dytë i mbretërve, kapitulli 6 dhe paragrafi 8. Ndërsa pra jemi libri i dytë i mbretërve, kapitulli 6, paragrafi 8. Ndërsa mbreti i Sirisë ishte në luftë kundër Izraelit, duke u këshilluar me shërptorët e tij, ai tha: "Kampi im do të jetë në filan vend." Atëherë njeriu i Perëndisë dërgoi t'i thotë mbretit të Izraelit: "Mos trego pakujdesi për filan vend, sepse aty po zbresin sirët." Prandaj mbreti i Izraelit dërgoi njerëz në vendin që njeriu i Perëndisë i kishte treguar dhe e kishte paralajmëruar të tregohej i kujdesshëm. Kështu ai u tregua vigjilent ndaj këtij vendi dhe kjo ndodhi jo vetëm 1-2 herë. Shumë i tronditur në zemër të tij për këtë gjë, mbreti i Sirisë mblodhi shërptorët e tij dhe u tha: "A dini të më thoni se kush nga tanet mban anën e mbretit të Izraelit?" Një nga shërptorët e tij u përgjigj: "Asnjëri o mbret im Zot, por Eliseu, profeti që ndodhet në Izrael, i bën të njohur mbretit të Izraelit bile dhe fjalët që i thua në dhomën e gjumit." Atëherë mbreti tha: "Shkoni të shihni se ku është, që të mund të dërgoj njerëz për ta marrë." I bëni këtë njoftim, ja ndodhet në Dothan. Kështu mbreti dërgoi aty kuaj, qerre dhe një ushtri të madhe. Këta arritën natën dhe rrethuan qytetin. Të nesërmën shërptori i njeriut të Perëndisë u ngrit në mëngjes dhe doli dhe ja qyteti ishte rrethuar nga një ushtri me kuaj dhe kalores. Atëherë shërptori i tij i tha: "O Zot, çdo të bëjmë, im Zot." Ai u përgjigj: "Mos ki frikë, sepse ata që janë me ne janë më të shumët se ata që janë me ta." Pastaj Eliseu u lut dhe tha: "O Zot, të lutem, hap sytë e tij që të mund të shoh." Atëherë Zoti ja hapi sytë të riut dhe ai pa, dhe ja mali ishte plot me kuaj dhe me qerrë të zjarrta rreth e qark e Eliseut. Ndërsa sirët po zbristen në drejtim të Eliseut, ky u lut Zotit dhe i tha: "Të lutem, goditi këta njerëz me verbëri." Dhe ai i verboi sipas fjalës të Eliseut. Atëherë Eliseu tha atyre: "Nuk është kjo rruga dhe nuk është ky qyteti. Ejani pas meje dhe unë do t'ju çoj te njeriu që kërkoni." I çoi pastaj në Samari. Kur arritën në Samari, Eliseu tha: "O Zot, hapo syt që të shohin." Zoti u hapi syt dhe ata pan, ja ndodheshin brenda në Samari. Kur mbreti i Izraelit i pa, i tha Eliseut: "O ati im, duhet t'i vras." "A duhet t'i vras?" Ai u përgjigj: "Mos i vrit. A do të vrisje vallë atë që ka zënë robër me shpatën dhe me harkun tënd? Vëru përpara bukë dhe ujë që të hanë dhe të pinë dhe pastaj të kthehen te Zoti i tyre." Atëherë ai përgatiti për ta një banket të madh. Pasi hëngrën dhe pinë, u nda me ta dhe ata u kthyen përsëri te Zoti i tyre. Kështu bandat e sirëvet nuk erdhen me të bëjnë sulme në territorin e Izraelit. Amen, fjalës të Zotit. Populli i Izraelit dhe populli i Sirisë. Ekziston luftë dhe betejë ndërmjet këtyre dy popujve. Dhe armiqësi midis tyre. Populli i Izraelit është popull i Perëndisë, ndërsa populli i Sirisë është armik i popullit të Izraelit. Ekzistojnë dy mbretër, një mbret për popullin e Izraelit dhe një mbret për vendin e Sirisë. Dy të parë ku janë për mbi çdo popull që kanë pushtet, që kanë forcë, që kanë mision, ndërsa mbreti i Izraelit ka mision nga Perëndia që ta drejtojë popullin e Perëndisë në vullnetin e Perëndisë. Nëse nuk bëj gabim, është Jorami, biri i Jashabit, mbretit që është në Siri, mbreti i Izraelit, në Samari, mbreti i Izraelit, nga ana tjetër mbreti i Sirisë, por janë edhe dy njerëz të tjerë që shohim këtu në këtë histori të Dhjatës të Vjetër, është profeti i Perëndisë Eliseu me shërptorin e tij. Perëndia është i mirë dhe në çdo rast
të jetës të popullit të Perëndis dhe të njerëzve të Perëndis, ka fjalën e tij dhe e drejton drejt tij. Në këtë periudhë ka vajosur Eliseun, profet në popullin e Izraelit, nëse ju kujtohet, i ka dhënë urdhër Elies që të vajosë mbret, por tani është Eliseu dhe i ka dhënë fjalën nëpërmjet Eliseut. Dhe sikur se ka armiqësi midis tyre mbretërive dhe mbreti i Sirisë na thot në paragrafin e 8, thot ishte në luftë kundër Izraelit, Siria, dhe mendonte mbreti i Sirisë ku të dalë për të sulmuar në këtë vend apo në atë vend tjetër, dhe këto mendime Perëndia dhe fryma e shenjtë i merrte, ja bënte të ditura shërptorit të vet Eliseu, dhe Eliseu ja jepte informatat mbretit të Izraelit. Lum ai mbret që ka zërin e Perëndis, që ka zërin e Zotit dhe ta drejtoj që të ruhet. Nga kush të ruhet? Nga armiku. Dhe thot shkrimi, nuk i lëm pas dore mendimet e djallit. Nuk i lëm pas dore, thot apostulli Paul. Përse nuk i lëm pas doret? Sepse vjen fjala e Perëndis dhe na tregon se cilat janë mendimet dhe projektet dhe planet e armikut. Dhe vjen fryma e shenjtë dhe na thot, ruhu nga këto birim, ruhu nga atje birim, ki kujdes nga këtu apo nga atje. Ruajo, djalli është gati të bëj kurthin e tij. Dhe nëse njeriu i Perëndis bindet, shpëtohet. Është sikur lufta, vëllezër dhe motra, ku ekziston ose është një vend ku dua të kalojnë ushtrit, tankset, kamionat luftarak, dhe ka vend armiku bomba në rrugë, dhe ka makineri të cilat kërkojnë, ashtu sikur quhen, kërkojnë të gjenë se ku janë ato bombat. Ose i çmontojnë, ose ju thojnë ushtrisë tjetër nga mbrapa, kini kujdes mos kaloni nga këndej, po kaloni nga ana tjetër. Perëndia na ruan në qoftë se ne ruhemi dhe qëndrojmë zgjuar në zërin e tij. Dhe tu them dhe diçka, vëllezër dhe motra. Kur të rish zgjuar, atëherë do të ndriçohesh nga Perëndia. Kur të jemi zgjuar dhe do të shohim çfarë do të thotë të jesh zgjuar. Kur të jemi zgjuar, do të vi ndriçimi nga Perëndia. Nëse nuk rri zgjuar dhe qëndroj i fjetur, rri në ato që di, qëndroj në nuk dal të luftoj, nuk dal të jap betejën time, por qëndroj i përgjumur në krevatin tim apo në qetësinë time, do të bie në kurth. Sepse Perëndia don të më ndriçoj mendjen, por unë nuk rri zgjuar. Dhe kjo është shumë rëndësishme, vëllezër dhe motra, që të rrim zgjuar. Ashtu sikur se shohim këtu mbretin e Siris, i cili kupton se çfarëdo që të mendoj e mësonte populli i Izraelit dhe kështu ruhej nga ai. Ma kun ta fantazonte se Perëndia i dëshmonte këtë gjëra tek Eliseu. Dhe kështu mendoj se dikush nga të tijet shkonte dhe tradhtonte atë, merr shërptorët e tij dhe të thoshte, kush prej jush është me mbretin e Izraelit? Por ja që askush nga shërptorët e tij nuk ishte tradhtar. Bile dikush, mbase Perëndia ja shfaqi dhe i tha, jo mbret, o im Zoti, thot, askush prej nesh nuk të ka tradhuar, por është një profet në Izrael, i cili e lajmëron mbretin e Izraelit për të gjitha fjalët që thua ti, qoftë edhe në dhomzën e gjumit tënd, lema ato të tjerat që thua me ushtarët dhe me oficerët e lartë të ushtrisate për projektet e luftës që don të bësh. Dhe kështu mbreti e besoi i Sirise, e besoi dhe tha, shkoni dhe gjeni atë profet që të dërgoj njerëz që ta arrestoj atë. Dhe plani i armikut është që të mos vijë fjala e Perëndis tek ti. Të ndërpres, ta bllokoj, ta ndaloj fjalën e Perëndis, që të mos predikohet ungjilli, të mos dëshmojmë emrin e Krishtit, të mos flasim se Krishti është i gjallë, të mbyllë gojrat, këtë don djalli, por Krishti don të hapen goja tona,
të na jap zbules, të flasim për Perëndin, të dëshmojmë Zotin, të tregojmë për mrekullitë që bën. Dhe si do të bëhet kjo? Nëpërmjet frymës të shenjtë, sigurisht, për kur rrim zgjuar ne. Dhe ashtu sikur se dërgoi karroca, qerre domethënë, ushtri të madhe, nuk kishte ushtri të madhe që të kapin ke një profet. Nuk e di se çfarë moshet kishte Eliseu, por ja, një ushtri të madhe që të qoje, me kual, me kalores, me qerre lufte, por e din djalli se profeti ka forcë, se bitë e Perëndis kanë forcë, për këtë arsye u mobilizua me një ushtri kaq të madhe kundër tij. Dhe veprat e të ligut bëhen gjithmonë gati, gjithmonë natën, më falni. Dhe kështu natën u nisën. Veprat pra e djallit, veprat që bëhen në fshehtësi, bëhen natën. Jemi të krishterë dhe veprat tona janë të dukshme, dhe sikur jemi këtu në kish, dhe jeta jonë është e dukshme përpara vëllezërve dhe motrat tonë, kështu të jemi edhe jashtë kishës, të jetë e pastër dhe e qartë jeta jonë. Kështu rrethuan natën qytetin, dhe kur në mëngjes, thot tek paragrafi 15, të nesërmën shërptore njeriu të Perëndis u ngrit në mëngjes dhe doli, dhe ja, qyteti ishte rrethuar nga një ushtri me kual dhe kalores. Pra i gjithë vendi i rrethuar nga siret. Atëherë shërptori i tij, i profetit të Zotit, i tha Eliseut, o Zot, çdo të bëjmë, ai është vegimi ose shikimi që ka njeriu që flen. E shikon që thot tek 15, të nesërmën shërptori njeriu të Perëndis u ngrit në mëngjes, ishte në gjumë. Vëllezër, duhet ta shohim frymërisht. Ai njeri nuk rrinte zgjuar, ishte i fjetur. Kishte fjetur sepse mbase bota kishte vënë në gjumë, apo gjendjet e vështira të jetës të tij e kishin përgjumur, apo e kishin bërë pra që të linte betejën e tij, të linte që të ishte zgjuar dhe flinte. Dhe çfarë shikimit ka? Shikoj se rreth qark këtij janë gjithë ushtria e Siris, kanë rrethuar qytetin, dhe çfarë do të bëjmë tani? Dhe thot, o Zot, e kapit frikë dhe të merr. Pak, humbi besimin e tij, humbi forcën e tij. Them përsëri, përse? Sepse nuk ishte zgjuar, nuk rrinte zgjuar. Nga njëra anë shërptori, dhe tani të shohim tani se ç'thot ai që ishte zgjuar. Thot tek 16, ai u përgjigj pra Eliseu, mos ki frikë, i thot shërptorit, sepse ata që janë me ne janë më të shumtë se ato që janë me ta, më shumë se ata që shef me ato sytë e tu. E dëgjon, pra më të shumtë janë ato që janë me ne se sa ato që janë kundër nesh. Por kujt ja ka dhënë këtë vegim Zoti? Ja ka dhënë Eliseut. Përse nuk ja ka dhënë shërptorit? Nuk donte Perëndia që këtë vegim, këtë shikim, t'ja jepte dhe shërptorit, donte, por shërptori ishte që flente, ndërsa Eliseu ishte zgjuar, vëllezër dhe motra. Dhe them përsëri, kur të qëndrosh zgjuar, do të vijë zbules nga Perëndia, do të ndriçoj mendjen se çfarë të bëj, nga ku të ruhem, se si duhet të luftoj, çfarë udhëzimi duhet të kem në jetën time për të bërë diçka. Dhe veçanërisht, vëllezër dhe motra, kur jemi dhe kemi njerëz nën pushtetin ton, je baba mbase, je nën, je një familje, je vëlla, je motër, je i ri akoma, dhe kjo, që nuk ke akoma fëmijë, por ke prindër, por ke edhe jetën tënde, kemi nevojë që të na shfaqet Zoti dhe të na zbuloj gjithçka. Dhe kjo bëhet vetëm kur ne qëndrojmë zgjuar. Nuk është Perëndia që të na mbaj zgjuar, por jemi ne që të rrim zgjuar. Ne na përket kjo. Unë do të duhet të rri zgjuar dhe do të vijë Perëndia në atë gjendje që ka marrë vendim në jetën time të rri zgjuar, të më ndriçoj mendjen dhe të më zbuloj gjërat. Këtu pra, duke u munduar që t'i jep të zemër Eliseu tani shërptorit të tij, sepse e don shërptorin e vet. Ma është i dobët,
ma nuk mos e shif ashtu, ka humbur besimin e tij, shef ushtrit dhe ka frikë. Ka frikë, por është vëllai im, është shërptori im, ka dashuri në zemrën e tij, shërptori i Perëndisë. Të mbushemi me dashuri në zemrat tona, vëllezër dhe motra. Kur të shohim njeriu e dobët, të mos mundohemi t'i japim një të shtyrë dhe ta hedhim poshtë, apo ta gjykojmë dhe ta akuzojmë, por gjithmonë në të vërtetë, gjithmonë në sipas ungjillit, sipas fjalës të Zotit. Ta ndihmojmë pra dhe Perëndia kërkon të gjejmë mënyra në mënyrë që i humburi të kthehet, mëkatari të kthehet, i qali të shërohet. Këtë don Perëndia, vëllezër, dhe këtë don edhe nga ne që të bëjmë. Dhe çfarë bën Eliseu tek 17-ta? Bëri atë që dinte të bënte. Çfarë? Të merrte një armë dhe të vazhdonte të gjuante? Apo të thotë, të flas, të bëj? Jo, për të lutet. Të lutet gjunj vëllezër dhe motra, lutje. Mos vallë i ke harruar gjunjët dhe lutjen. Sa kohë ke pa e përdorur jastekun e lutjes sate në shtëpinë ku je? Dhe u lut Eliseu dhe tha: O Zot, hapu syt e tyre, hape syt e tij, të shërptorit e tij, që të shoh. Dhe me bën përshtypje, vëllezër dhe motra, se sa në vend Perëndia përgjigjit në lutjen e Eliseut. Lutet Eliseu, përgjigjet Perëndia. Lutet përsëri, do të shohim 3 herë që lutet Eliseu këtu dhe përgjigjet Zoti. Përse, vëllezër? Mos ka diçka të veçantë Eliseu? Thot Jakobi, nëse nuk bëj gabim, Jakobi, edhe Elia, sikur ne ishte, njeri që pësonte të njëjtat gjëra me ne. Të njëjtat vështirësi që kalonte dhe ai, dhe të gjithë kalojnë vështirësitë tona. Por ka një ndryshim Eliseu, se qëndron zgjuar. Dhe thot fjala e Perëndisë: Kështu Zoti i hapi syt e shërptorit dhe pa, dhe ja, gjithë malet rreth e qark, hapi syt dhe ja, mali ishte plot me kuaj dhe me qerrë të zjarrta rreth e qark Eliseut. Këtë nuk e shifte shërptori i tij, sepse kishte humbur besimin e tij. Sepse ne nuk shohim në gjërat që duken, por shohim në gjërat që nuk duken. Sepse kur të humbësh besimin tënd dhe të humbi besimin tim, atëherë shoh rreth e qark me jetë, gjendjet, çështjet, vështirësitë, fortunën, por nuk shoh dorën e Perëndisë. Për këtë arsye kam nevojë të jem zgjuar, të më hap Zoti syt dhe të shoh dorën e Perëndisë, të shoh engjëjt. Sa engjëj janë rreth e qark, sa ushtri janë rreth e qark nesh, që janë në favorin ton. Zoti është në favorin ton, vëllezër dhe motra. Të marrim besim, parësi të qëndrim zgjuar. Dhe kur zbritën drejt tyre sirët, shkuan sirët, sirianët që ti sulmojnë, ishin afër të futen dhe t'i vrisnin. Dhe kështu ju lut Zotit Eliseu dhe tha: godite këtë popull me vërbim, o Zot. E shef rrezikun. Përse? Sepse i është zbuluar nga Perëndia, po i vin. Dhe çfarë bën? Lutet përsëri. Përsëri gjunj, përsëri lutje. Zot, ky popull që po vjen tani kundër mejet, godite me verbëri, të lutem. Më falni, por unë do të thoja, vriti fare, o Zot. Kështu do të thoja. Vriti pastroj, hiqi nga faqja dheut. Por jo, Eliseu shohim se mendon akoma dhe për shpëtimin e armiqve të tij. Të shpëtohen armiqtë e tij. Ma janë armiq, tani po vinë kundër nesh të na vrasin. Të shpëtohen. Dhe lutet: Zot, goditi me verbërim të mos na shohin. Dhe me të vërtet i goditi Zoti me verbim sipas fjalës të Eliseut. Dhe ju tha Eliseu, ju foli vet Eliseu, ato që ata kërkonin ta vrisnin. Nuk është kjo udha, ju thot, as ky nuk është qyteti. Ejani me mua dhe do t'ju çoj unë tek njeriu që ju kërkoni. Dhe ato, ushtri e madhe tani, me kalores, me qerre, e ndjekun. Ku shkon te Eliseu? Ejani t'ju them unë, thot. Dhe morën me vete, pra i mori Eliseu, dhe ku i çon, vëllezër dhe motra? I çon në qendër të Samarisë. Në qendrën e kryeqytetit të vendit, aty ku ishte mbreti i Izraelit. I çoi
në mes të vendit. Dhe kur u futën në Samari, ju tha Eliseu, lutja e trete, shikoni tani, e para lutje për shërptorin e tij, lutja e dytë, që të mos bëhet luftë që t'i vrasin, por të vërbohen në mos shohin, dhe në fund thot hapu asyt që të shohin. Sa lutje të bukur të bëjmë për njerëzit. O Zot, hapu asyt që të shohin. Hape o Zot të shohin ungjillin, të shohin Krishtin, të shohin jetën e përjetshme, atë që ti na shfaqe dhe na e zbulove, jo se ishim njerëz të veçantë, por sepse gjetëm hir nga ti dhe pam në fjalën tënde. Hapi syt e të afërmve tonë që të shohin fjalën tënde, o Zot. Na vinë njerëz pranë të lutemi për ta. Zot, hapi syt e tyre. Hapi syt që të shohin, dhe hapi Zot i syt e tyre dhe pan dhe ja ishin në mes të Samaris. Fantazoni tani çfarë surprizet për ushtrin e Samaris. Dhe pa pritur mbreti i Izraelit ngrihet dhe i thot Eliseut, ti godas o ati im, ti vras, do më thënë. Ai njeri nuk ka dashuri në zemër të tij. Ka hakmarrje, don të hakmerret ndaj tyre, don t'i vras, ka ligësi në zemrën e tij për ta. Ma është mbreti i Izraelit. Nuk ka rëndësi vëllezër dhe motra se çfarë thot pasaporta jon apo se si quhet gjithsecili prej nesh. Rëndësi ka se çfarë thot zemra jon, çfarë ka zemra brenda. Për këtë arsye, zemrën tonë e çojmë tek fryma e shenjtë që ta pastroj, ashtu sikurse fryma është shëtëruese dhe të mbushemi me dashurinë e Perëndisë. Dhe tha Eliseu, jo mos i godit, i thot. Mos val do të godisje ato që i more në robëri me shpatën tënde dhe me harkun tënd. Ato nuk i sollet ti këtu, nuk i mori shpata jote në robëri këtu apo harku yt, por Perëndia ti solli këtu në Samari. Prandaj jepu bukë dhe ujë, të hanë të pinë dhe të ikin pastaj të shkojnë në vendin e tyre. Jepu pra lirin. Dhe mendoi mbreti dhe tha, kam luftën tani me ta, me këtë popull të Siris, me mbretin e Siris. Dhe erdhi rreth gati një pjesa më e madhe mbas e ushtrisë së tij, këtu përpara mejet, dhe t'i le të gjallë. Mos val, duhet përfundimisht t'i vras, dhe jo t'i le të lirë. Duhet që t'i bindet zërit të frymës të shenjtë. Për këtë arsye kemi nevojë që të na shfaq Perëndia dhe të na zbuloj Perëndia, i cila vjen kur jemi zgjuar. Ju bind, lavdi Zotit se ju bind Eliseut, ju vuri buk, ju bëri banket të madh, hëngrën dhe pinë, ja fantazoni tani surprizën e tyre, dhe pastaj i la të lirë të shkojnë në vendin e tyre. Po për tani që i la të lirë, mos val, do të vinë përsëri të luftojnë popullin e Perëndisë. Dhe nuk erdhën me ushtria e Izraelit të luftoj kundër Izraelit. Pra, Zoti e dha zgjidhjen në problemin e tyre. Zoti dha zgjidhje përse? Sepse kishte mbreti përfundimisht nga profeti i Perëndisë, kishte udhëzim profeti i Perëndisë sepse ishte zgjuar dhe ndoqën besnikërisht të gjitha sa ju tha Zoti. Dhe përfundimisht, edhe u çlirua populli i Perëndisë, edhe u lavdërua emri i Zotit dhe u forcua dhe u shtua edhe besimi i shërptorit të Perëndisë. Amen, fjalës të Zotit.